Flas këtu drejt, unë në Koshar kam marrë hak për gjithë edhe për atë fëmijë e familjes jashtëore me numër 36 ka qenë beba e masakruar me vit gjaput, vetlla gjaput, i cili ne ka harruar armët me vitet tona. Na kanë akuzuar se ne mbajmë rrok. Për çdo trup të vdekur me lëshu kaq të burgosur. Dikush nga ajo strukturë njerëzve që i kanë kallë fshatin e dhënuar, torturu babën time, ka marrë status veterani. Pasi u krijuan brigadat, u përcaktova për një brigadë dhe ministri atëherë që më mbrojtja Xhamet Krasniqi më rekomandon me shku në Dushkaj. U koordinova me Dajen Sadri, se ishte me disa 260 ushtarë ka qenë të zonës Dushkaj, si Abllanis deri në Shkac, edhe tha vit marr ekstra. Shkëm më shku në, ku dashte më shku në Dushkaj. Edhe ndërkohë ka shku fjala, ka dalë fjala në strukturat e se Daja me siguri në shtab ka kallëzu nga dëshia se po vjen nipi, është oficer. Mirë po, si duket, kur ka shumë njerëz nuk dihet se sa qëndron informacioni, edhe si duket ka shku deri te Udba dhe pastaj angazhojnë një djalë të fshatit ton aty. Ta filin i thojnë vinë brenda strukturat e policisë që kanë qenë ata në gaton. Edhe i thojnë kështu kime na lajmëru kur vjen filani. Marrë me dhonë, normal. Edhe ai tash merohet, po kur del prej aty gjen një rrugë alternative dhe shkon deri tek familjarët e mi, u thot kujdesni se këtë po thojnë vjen Hyseni dhe po presin me arrestu. Ndërkohë e marrin krejt fshatin, ne ka kanë kalu disa ditë, normal s'kam shku se unë erdhin për ma erdhe e sa drejt, thanë tjera drejtime me shku, se rrezik, edhe i kanë marrë fshatin, i kanë zirë në mes të fshatit, aty është një falendini, një blima, e kanë pozicionu babën aty edhe dikur rreth 2-3 ditë i kanë majt, të i pritë se kur po vijone. Pastaj baba ka jetu normal edhe mas lufte i thashe, thësha që ndoshta qëtu është. Qëtu është ndoshta është kanashe. Por unë nuk e di ku është. Në Shqipni është ku, garant në luft është, ka mundësi me konë që të na po të gjithve njeve, por unë nuk e di. E ju nëse dini me gjithë këndani. Apo kuptan, kjo ka qenë një rrethon që pastaj ka pasur të zhvillime tjera pasi u përfundu lufta që janë turpshme, dhe më thonë dikush nga ajo strukturë njerëzve që i kanë kallë fshatin e dhënuar, torturu babën time, ka marrë dhe status veterani. Po, ja kom të rehequr në dosjen. Pra, kjo është ajo që nuk kem arrit me kriju mekanizëm me mbrojtje vlerën. Sepse në çdo revolucion botëror, luftëtarët e kuptojnë veç luftën. Liria i trullon pak. Edhe aq i trullon sa dikur nuk din i kursejnë apo i rehabilitojnë ndoshta edhe strukturat që janë konë si ky që po flas për plakun tim. Sa u ka vështirë, për shembull, kur ta ka tregu baba që të rrëftem edhe që e keni. Pa me thonë drejt, unë pak se ata i tregonin detajet e torturave, dhënimit e që ju kanë bo njerëz aty e trive, vujtje që kanë pas pastaj të provu mu fsheje, mu shmange, se fshati unë e i vogël. Mirë po, nga herë ka orë keq, nga herë i kom qesh, me dhomë kështu i pejzorët, i kom qesh edhe njës se si kanë provu ata me mbjetu. Po, flas këtu drejt, unë në Koshar ka marrë hak për gjithë. Përshta jo me relaksu kështu, se në Koshare kom arrit me marrë hak për gjithë edhe për atë fëmijë e familjes jashtëore që tash po vizitojnë kategoritë ndryshme që me numër 36 ka qenë beba e masakruar me vit gjaput, vetlla gjaput. Edhe për ato kom marrë hak. Edhe për të zakun tim që ka qenë fëmija i 9 motrave, në 80 është dënu në mungesë, ka iki jashtë 98 është kthy, 90 është kthy më martu, kanë bënë një farabulimi, një falje gjë e shtetit, kanë provu me nxon çat natë që është martu, o kthy 98 në vranë Koshare. Edhe për ato kom marrë hak. Edhe për çdo njerin që ka vujt, ka pas dhimbje, ke marrë hak në Koshare dhe për plakun tim. I cili ne ka harruar armët me vitet tona, në ato trupat e druve të qelne, armë dhe municion brenda dhe për secilin e ka ditë djeme, nipa, krejt kush janë rrit, i ka ditë kush i ka armët e gatshme, edhe ditën dhe kur ka fillu luftimi i ka qelë. Ne ato dru ka ne gjithmonë në barë i mbulonin therra, ja lypshin me i ble, si ka shit kur, dhe ki kom kur të marroj shtëpi me maruodën të në herë që kanë punu me dru, aty vonë e kom kuptuar, masi i kom lëshuar
kem kry pe Sharmac, e kam kuptuar se aty ka armë. Indirekt, jo mos se ma ka thonë ai, por kam kuptuar gjatë do aksioneve sigurimit të armëve, kom pasi aty ka armë. Prandaj, po, kem marrë hak. Edhe për krejt popullin shqiptar, haku më i madh është që sot jemi shtet, jemi të lirë, dhe e mira më e madhe që ka arrit Kosova është që këtu s'ka Serbi. Në Koshar shpesh herë flitet për raportin e luftimeve, sepse aty ka luftuar ushtri me ushtri. Frontalisht i më rështu na, frontalisht kanë qenë ata. Na kemi qenë numër simbolik kur kemi fillu, dhe më thonë, prej komandantit operacionit Rustem Berisha deri tek një farë Shevqeti që kujdes për Kuwait, jemi konë 256 luftarë në evidenca, 86 janë konë me pusht, tjerët janë armë kolektive, topa, mërtaja, kundër aeror, e tjera. Dhe për balë nesh, është rështu komplet korpusi Prishtinës, që në bazë dhe harta ka kap 10.000 trupa. Ne jemi zhvillu, kanë arë forca, sepse nga gosë janë vra, kanë arë forca të reja, por asë njëherë se kanë kalu dikun numër 1800 nështë, që kanë përftu në për vit frontit, jo që kanë qenë njëkosisht pjesë e vit frontit. Edhe tani pas luftës është bërë një bilancë luftimeve. Nga 2522 trupa më duket kështu gjësejt që ka pas brigada që kanë qarkullu jo një herësh, ne kemi 113 dëshmorë, që janë pak. Janë shumë. Se djemë që në vranë Koshare, shqipe, kanë vranë intelektual, vra Saliqeku, që ka qenë një njeri i përmasave që mund t'i afrohet veç Hasan Prishtina në organizimin e vetë. Ose Hakim Ramadani, që është në gjitha dimensionit e realizuar. Një njësi strategjive që bësoj se do t'a lakmonin edhe ushtrite fuqive të mëdha, si Mbretëria e Bashkuar, Amerikë e tjera. Edhe luftetarë tjerë brenda forcës, kanë qenë të mëdhaj, mirë, por në raportet ushtarake, Serbia është mundu gjithmonë t'i prezentoj të vrarë 108 ushtarë të shërbimit detyrueshëm. Por kam të rujtur një general serb, që rrefen në ato priqe që i kanë ata një emision atje, thot, në drejtimin e qafë Morinës, kur kemi marrë kazermë, ata kanë depërtu, bashkëluftarë i ynë, i krau të djatë ka dështu, s'po du tash me identifiku komplet, e din ata që flasë kushje për kë po flasë, dhe ka depërtu Serb dikun ja 5 km në thellësi të teritorit Shqipërisë. Forcat serbe kanë marrë kazermen, kanë shndërruar në vetën. I kemi hetu sepse e vranë një plak atje dhe në malsore, edhe një polis të kufirit. Pastaj i kemi rrethu dhe i kemi eliminu. Ai generali thot, për disa orë, po them në Shqip, ai thot serbisht, për disa orë luftime me janë vrarë thot 251 luftarë. Dhe askush thot nuk i përmend, thua se ata s'ka luftu për atë dheje, që kanë ato shprehje të tyre, por vetëm ata ushtarë të shërbimit të detyrueshëm ushtarak, që janë 108 që janë vrarë në postën kufitare të Kosharës, ditët e para të sulmit. Pra, me automatizëm aje demanton vetveten. Kemi edhe një element tjetër. Na kanë akuzuar se ne mbajmë rob. Ushtarë serb zonën rob. Edhe më kanë akuzuar për 600 tillë. Dhe kur më kanë dalë një unik, kanë arë fori, atëku, edhe po më thot, kem një informacion se ju i mbani 600 ushtarë zonë, edhe mu më qeshë, se i kishim një 422 që ishin me në kazerë, s'kishim as buk, ishë qatë rej ka kje që në ka pru, ka qikat pule, po s'kishim as voja s'kuj pas ku gjohë, edhe tash kur më thaj keni 600 zonë në rëbë, më duk pak, tha pëse më kërë, tha pëse është e mëtë, s'ka shansë, 600 për 6, edhe plus na krejt ushtarët, që i kena në zonë, gjatë luftimet, ja kena dërzu NATO-s, se ne kemi pas një fshatar komand të drejtorisë operative të NATO që ka qenë prapa vi me ne. Dhe çdo ushtar të kapur serb, që mba ndodhin vit frontit të serb, ja ku dërzu atyre. Ose që kemi shkëmby kur i kanë kap 8 NATO-s, i kanë zonë robi ku në kufit Maqedonisë. I kemi ndrua tjera. Edhe tha po mirë ku mund të jenë, thash janë në propozicione të luftime. Hyjnë ata banë bastisë, tash bani bastisë ku dalin. Tha i mbani në bunkera në Shqipëri. Thash okay, po bëjmë një analizë. 600 njerëz. Bunkerat e Shqipërisë kanë qenë për 3 persona dhe për 5. A është për artilleria, po për armë zjarre. Vogla. Kam sëris. Thash po i shpërndajmë 600 vetë në bunkera, të cilët janë gjysma me nga 3 persona, gjysma me nga 5. Distancat e bunkerëve mund të jenë edhe në 5-6 metra, po ka edhe 200, 300. Na për i barazojmë gjithë në 100 metra. Sa perimetër marrin gjithë ata bunkerë? Një. Sa roje duhen? 2 herë ditë duhet me vëdhon ushqim. Uj. Një herë një javë kujdes mjekësor, një herë një javë pastrim.
është jashtë çdo logjike që na që s'kem bukë me hongër për vetin kazerm, po mundem i marr 600 mrapse. Ku do të jenë tash, do të jenë në pozicione. Dhe jo kena dorëzu kufumat me urdhër të shtabit përgjithshëm atëherë generali Çekut, kam shku bashkë me oficer tjerë, kam shku dhe kena dorëzu kufumat e serbëve të vrarë në frontin Kosharës. Edhe i kanë marrë, kem pas një falënderim për shefi shtabit NATO të KFOR-it, general Miles, nëse s'ka bëj kështu diçka ka qenë, e kam atë letrën, që na ka falënderuar për mundësi. Edhe na nuk kem pas pretendime të mbajmë kufoma këtu çka këto dhimbjet pa nevojshme, i kanë marrë gjitha, i kanë tërheq, edhe normal i kemi shkëmby, tash do të më fol drejt, pak kushte kem qitë edhe unë kur kam foli tash po më shumë. Se njerë kam refuzuar, po tregoj drejt kam refuzuar pe qershorit deri në tetor dikun kam refuzuar, më marr me këtë tim. Ka shqiptar çdo ku sa dush më marr atash me serb që kanë met në provia të zjarrit. Mirë po bëm një far kompromis, tam okay, për çdo trup të vdekur me lshu kaq të burgosur. Gjallë edhe s'na kujtoheshin shumë emra, po unë kur kam shku në fshat kam pyet, më dhan disa emra djemva, ty mas ne i kanë pyet secili oficer për tafërmet e vet, a dini kush është i burgosur. Edhe në luftar që ka qenë në Evropë, i kemi shkëmbyer sa kemi arrit, po kjo ka qenë tani çka kemi. Serbët kanë provuar dhe kanë prodhuar dikon 2-3 filma deri më tash. Kanë shkruar dhe libra. Edhe në filmin Paka o Koshar, Ferri Kosharës, thot në sulmin e parë kanë qenë 3 deri 4000 terroristë kështu na thon. Deri në fund të luftës thot kanë shku deri 7000 terroristë. Edhe thot kanë qenë të involvuar në Francë, Angli, Gjermani, tana shtetet e botës. Dhe mundohet në këtë unë e lexoj tash, se realiteti është krejt ndryshe. Në këtë e lexoj tendencën e tyre me arshëtu humbjen, dështimin luftën me përballë UÇK-s. Dhe këtë mundohen me arshëtu duke prezantuar se atje ka pas këtë shtetet e botës të angazhuara, edhe ka pas një forcë pa përballueshme për Serbinë, plus aviacionin NATO dhe tjerë. Realiteti është këtë tjetër. Ata kanë qenë luftarë, si ti thash, dhe gjithmonë jemi kënd pa barabartë në raport me Serbinë, në çdo aspekt ushtarak. Vetëm gjë që kemi pas na përbi Serbinë ka qenë motivi i lartë me luftu për liritë të atë. Edhe Tazam, Agim Ramadani në një moment më ka thonë, kujdesi sen tha se unë i kam stërvit djemt pothuajse vazhdimisht kam qenë oficer për stërvitje dhe kam qenë i lidhur me ta dhe në aspektin emotiv, përkundër faktit se stërvitjet kanë qenë shumë torturuese. Kuptimin përballimit tash në rrethona se nuk ishin edhe kushtet e shërbimit të tilla, domethënë fjetja, ushqimi, ku ta diune, të tilla që mi përballua lloj stërvitjesh. Ato sot mund të përballojnë marinsat, që i kanë gjitha kushtet. Po jo luftarët tonë atëherë. Mirë po i kanë përballuar. Edhe tash thot Akimi, kujdesi se thot kur të vrahet ndonjëri nga këta që i ke stërvit drejt për drejt, që u bën komandues njësish, tha Akimi e humb kontrollin, s'kemë mujt me komandu. Dhe ditën e parë kam projektuar më vrau me një herë, një nga ata. Bashkimi Asiçi. Edhe në moment më ka rënë mend ajo që s'do të më humb kontrollin. Edhe për kundër lidhjes emocionale. Pra, dhe çfarë ndodhi? Ditën e 19, domethënë ditën e 3 vrau vetë Akim Ramadani. Dhe tash vrasja e Agimit ai ishte ushtria, ushtarët kanë qenë shumë të lidhur motivisht me të. Domethënë ishte rreziku i kthimit në një mirë po çfarë ndodhi? U kthy në betim. Dhimbja, dëshpërimi u kthy në betim. Sa aty ku ka ra gjaku i një ushtari të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur s'ka më shkel komb armikut. Kjo ishte mrekullia brenda forcës. Dhe kjo ka qenë ajo vlera që ushtria serbe, edhe pse ka qenë korpusi i Prishtinës, me 10.000 trupa, me 5 generale në strukturë, Vladimir Lazarevici ka pas 5 generale në strukturë, Peshiç, Delić, ku diun tash po mikin emrat e tyre në çast. Mos flasim sa kolonele, sa oficerë të tjerë të lartë, përballë kujt. Ne ishim disa oficerë të Sharmac Jugoslave me grada të oficerëve të ulët. Djem që i kishim përgatitur vetë komanduesi i përgatitëm në rrethonat e luftës, mi bë komandues. Pra kemi arrit me sfidu dhe me mund Serbinë, edhe sot prodhon filma, prodhon dokumentar, që pranon humbjen e Kosovës, duke u munduar ta transformojnë në fitore gjoja, siç kanë bërë me betejën e Kosovës, që flasin ende këta, në luftën kundër Turqisë atëherë, pra tentojnë humbjet t'i kthejnë në fitore. Për të vetëm gjë që mbahet me në Serbia, janë viktimat në civil, dhuna ndaj civilëve, grave, pleqve, fëmijëve. Vetëm për këtë, shifni çdo luftë, të gjitha luftat i ka humbur Serbia në Jugosllavi. Por mbahet mend për shkak të dhunës. Mbahet mend Bosnën për shkak të dhunës, masakrimi brenda 24 orë të 8.000 njerëz civil. Në Kosovë për 20.000,
që flitet dënuara, pa sa fëmija janë vrarë, 1.400 sa fëmijë, 1.500 gati janë vrarë. Pa, keni atë rastin e Izbica, ku është ajo masakra, dhe me thonë, bebes, ja kanë mush biberoni me gjak nons, ja kanë dhonë dorë dhe ka vdek milion vetë. Ta kanë bo masakra monstruoze, krime monstruoze që bota do të më meru për tyre, e jo me përgdhejtë sot Serbina hala, si një hegemon të rajonit. Lufta ishte çdo luftë i ka anën e errët vetën. E ona verte çdo lufte janë viktimat. Prandaj nuk ka luftë mirë. Pa marrë parasysh cili është motivi. Lider botëror të mëdhej kanë thënë se më mirë është dialogohet 10 vite se të luftohet 30. Mirë po, vinë ato momentet kur hargjohen mjetet politike dhe demokratike, dhe atëherë s'mbetet alternativë tjetër veç se me mjetet tjera, që është edhe trajtim shkencor i Klauzovićit, pra me armë. Ne kemi qenë pjesë e luftës, bota në ka përkrarë në të drejtën tonë për të pasur liri dhe shtet, dhe kemi realizu fitoren në sajtë të sakrificës që kanë bërë djemë dhe vajzët e Kosovës, populli Kosovës, i rrështurë në ushtrinjë çlirimtare të Kosovës. Po të mos kishë qenë ushtria çlirimtare të Kosovës dhe ta niste luftën. Pra, pasi u përmbyll procesi i paqësor, i dialogimit dhe i gjetjes në mundësisë për me gjetë në alternativë për me shpëtu nga lufta, u pasë s'ka rrugë tjetër dhe është ushtria çlirimtare e Kosovës ajo që filloi luftën dhe se rezultati i saj të i falendëru gjithmonë mbështetjes së aleatëve tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që detyruan tërë NATO-n pastaj të mobilizohet, ne kemi arrit fitoren. Çfarë mbetet tani lufta? Vlerat nacionale të një populli, nderi është kategoria më e lartë. Nderi të jep çdo vepër që bën ti për familjen, për shtetin dhe për kombin. Pra këtu qëndrojnë luftëtarët e lirisë. Pastaj janë detyrat që merr dhe përgjegjësitë që ke, pastaj është besnikëria ndaj shtetit, ndaj kombit, ndaj kushtetutës, ligjit. Pastaj vijnë integriteti personal, moral, guximi profesional, personal, patriotizmi kushtetues, patriotizmi shtetëror, vlerat të cilat duhet na përcjellin, por në këtë pjedestalin më të lartë të nderit qëndron lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe liria, vlerat e lirisë. Nuk duhet me pa edhe në aspektin individual që njerëz që imagjinoj, Kadri Veseli bën një deklaratë në një televizion, nëse s'gaboj nisënesh, thotë, në fillim në 98-ën mi kanë 200 veta. Imagjinoni 200 veta me nis luftën kundër Jugosllavisë në atë kohë, kundër Serbisë, kundër gjithë asaj hegemonie ushtarake. Po jo brej shmendur, astrim, po s'duhet me pas truheq, me guxum ja nis luftën Serbisë. E pra e ka nis. Janë heroj. Ti mund thush, po filoni ka qenë kështu në jetë. Ku di gjenetik? Atë filoni që ndoshta s'ka qenë kërkushin në atë kultimin e jetë. A, ndoshta një bari thjesht, a një ku tani po të rkrova, besa dhe ndonjëherë edhe në i rrugaç. Por kodi gjenetik i tij është diku në i rujtur, i pastër, dhe ai e ka bën me qenë pjesë e luftës. E mos flasim për ashim thaqen e Kadri Veseli në shumë figura tjera që kanë qenë profesorë, doktor me profesione, Agim Ramadanin me gjitha. Agim Ramadanin ma e ka marrë çmimin e artë për Grand Prix për pikturë. E vetë ka qenë front. Pra, kontributi intelektualëve në të luftën tonë ka qenë jashtëzakonshëm. A çka ka bo Serbia? Serbia këtu ka sjell le ushtrinë, e policinë, po gjithë rrugaç, gjithë kriminalët e bugjëve i kanë nxjerrë në shesh. Edhe ka thonë, ja ku keni plaçkën, bëni çka doni, përfitoni sa doni. Mbeçi gjallën keni të lirë. S'mbetet gjallë, si burg si atje njëjtini. Pra, te ne kanë vdekur njerëz devotshëm, profesional, intelektual që i vyjnë Kosovës edhe sot, që veprat e tyre i bëjnë në Kosovë sot. Serbia ka spastru kriminalët e bugjëve këtë luftë. Prandaj edhe ka pas asë sjellje se kanë kod gjenetik ata kes trajtimin e njerëzimit. Por qenia tyre sot në burg nuk është çështje individuale. Është çështje vlerës. Ata janë për akuzën e dikmartit se se UÇK-ja ka bërë krime monstruoze, trafikim organesh. Pra, nuk i angazoti se në Berisha ka bërë. Se është shumë e lehtë me ndi vetë, zbat nami. Vazhdon jeta. Por problemi është se po ta akuzon institucionin më të lavdishëm që ka prodhu historia kombit qytetar që është UÇK-ja. Dhe po ta akuzon për një vepër shumë monstruoze, të cilën veç shqiptarët nuk e bëjnë. Në asnjë rrethoni. Ne mon rrethonat e luftës UÇK-s që s'kem mendzi kem siguru një uniformë pa të hiç e një armë me pak municion. Pra, ata sot po mbrojnë vlerën më të lartë, ato që është liria,
produktin e luftës, që është shteti i pavarur i Kosovës. Dhe imagjinoni nëse siç dëgjohen opinionet ndër vepra të tillë të karakterit terrorist kriminal. Po produkti i kësaj lufte që është liria dhe shteti i Kosovës. Ju e pat bisedimet e fundit në Këshillin e Sigurimit. U diskutua çështja e vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë nëse pavarësia e Kosovës është ndesh me drejtën ndërkombëtare apo jo. Po çka nëse po kontriboj kam kaq shumë na bashkë me prokurorinë serbe, shërbimin sekret serbe, prokurorinë ruse, besanoj ministër që kemi sot në qeveri, që delen burrët se ka qenë dëshmi. Edhe ata dënohen për ndonjë diçka terroriste. Apo ja hapim rrugën Serbisë me automatizëm e quhe në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, çështën e pavarësisë Kosovës prap. Dhe me mohu edhe këtë sakrificë që kemi bërë deri sot. E më na thon urdhoni e hekim rezolutën 1244, edhe ashtu ju trajtoi pjesë e kësaj Serbia në kushtetutë, s'ka nevojë as më njoft për 10 vjet, se kjo është marrëveshja e Brukselit e vitit kaluar, 27 shkurtit 2023. Serbisi heket detyrimi për njëjtë Kosovës edhe për ndryshim kushtetutës. U heq edhe letra e bardhë, që ishte zëvendësimi i pasaportit që sta një Serbia. Edhe sot jemi të barabartë me letrën njoftim, njëjtë si ata. Dhe çka nëse na thuhet, urdonin paketë 2 javë futin Bashkimin Evropian. Po në vend të asaj alternative që kishim bashkë gjithë shqiptarët bashkuar kurtim në Evropë, tash jo burra në paketë me kushtetutën serbe, sepse je pjesë e saj. Serbia s'ka detyrim me ta ndryshuar kushtetutën. As me të njoftë. Imagjino me nënshkruar marrëveshjen e RBI-s, e cila të shifte si pjesë integrale e andat Serbisë. E kjo është një shprehje, është një dritar ishte aty. Premtimi amerikan se do të na ndihmojnë me bën një zgjedhje politike për Kosovën, një zgjedhje politike për Kosovën. Dhe vetëm këtu ka besu, dhe ka qitë në nënshkrimin një djalë i ri në atë kohë, lideri UÇK-s, që vetë presidenti Rugova dhe delegacioni që janë punë bashkë, e pranojnë që të jetë udhëheqës i delegacionit. Apo kupton në çfarë nivelit përgjithësisë ka qenë në një moshë tillë. Edhe bisedimet e Vienës, pastaj shpalljen e pavarësisë, bërjen e ushtrisë. Po imagjino çfarë sakrificë ka qenë kur i premtoi listës serbe, tha po, ja u pranoj edhe një mandat të rezervuar në kuvend. Veç votojmë në ndryshimet kushtetuese që ta bëjmë ushtri. Edhe pranuan serbt. Po se pranuan partitë shqiptare. Atëherë opozitë, pse se pranon? Se po bën ashtu thonë. Inate tipike rurale. Inate që i ka trajtuar dhe Kadare në libër të tash fundit thotë e prej natë si mrev vdekti mbir. I thonë të merruse që kanë vetë shqiptarët. Po bën ashtu thonë e po s'po ta votojmë. Tashti, edhe lista serbe është atje me vende të rezervuara të përjetshme. Edhe mundu nuk më e bën ndryshim kushtetues se duhen 2/3 aty. Edhe ushtrisë, aty si sot kishin diskutuar për forcat ajrore, jo për blerjet të armëve që janë simbolike, këto Granat Hellsat, Kraut e Tadiun. Sot kishim biseduar për forca ajrore, kishim biseduar për aeroplanet izraelit apo helikopterët multifunksional që pretendoheshin më ble, sepse ata ishin një proces kur SBA mboshte komplet kapacitetet ushtarake. E jo me asnjë test të votë për sot. Prandaj janë dëmshëm, prandaj mungojnë sot, prandaj pesha atyre ka qenë e madhe procesin politik, mbetet e tillë, po më së shumti mbetet për familjet, për fëmijët që rriten, edhe për rininë e Kosovës. Çfarë mendimi tash, çfarë thoni ju? Hey, ky është luftar, ky është lojtar. Sot është në Hagë. Kurse Zëdhansi Miloševićit, që ka deklaruar se për një serb vrarë do të vrarë 100 bosnjak, sot ulet në tavolinën e bisedimit me këtë faktorët ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian. Pra ai është i dendë dhe i dinjitetshëm, mu ul me ndërmjetësit e Bashkimit Evropian, diplomacinë ndërkombëtare, e kush? Një kriminal. Një kriminal i dëshmuar. S'po ja, e faturoi unë këtu vetë për hava. Por është në inqizuar, shifet. Ose ndërmjetëson një person që kur është bërë masakra e Srebrenicës, ai ka qenë me Karadziçin e me Mladiçin e duke pirë aki. Sot ndërmjetëson emrin e Bashkimit Evropian. Pashim thoshë s'ka qenë i shmendur kur ka thonë zbon llaçon. Apo kupton? Për këtë mungesa atyre ndoshta ka voshe shumë çështje, shumë proces të marrin kaje jo, të mirë dhe të stërkeqim deri këtu ku jemi sot. Edhe pse jemi kanë një trend të mirë të ndërtimit të shtetit dhe ka qenë vetëm marrëveshja e Washingtonit ose mas na u kthye në Bruksel me all-in-one me njohjen dhe ushtria. Edhe këto dy komponente dhe Kosova heste përpara si shtet i pavarur i integruar.